Ekzistojnë lojra që nuk synojnë fitore ose zbavitje, nuk kanë rregulla të zakonshme, nuk kanë çmime dhe nuk përfundojnë kur ti mendon se po përfundojnë. Këto janë të ashtu quajtura lojra shpirtërore, rituale, praktika ose provokime që pretendojnë të krijojnë kontakt me dimensione të padukshme, entitete jo fizike ose forca që njerëzimi nuk i kupton plotësisht. Shumë njerëz i konsiderojnë legjenda urbane, të tjerët i marrin si bestytni, por ka edhe nga ata që betohen se pasi i provuan, jeta atyre ndryshoi përgjithmonë. Historitë janë të shumta. Njerëz që humbën gjumin për muaj, persona që thonë se nuk janë vetëm në shtëpitë e tyre, zëra që shfaqen pa burim dhe ndjesia e vazhdueshme se diçka nuk është në rregull. Kjo video nuk ka për qëllim friksimin, ka për qëllim informimin. Sepse ndonjëherë kur lozim me gjëra që nuk i kuptojmë, ne nuk kemi ata që zgjedhim kur mbaron loja. Loja porta që askush nuk e sheh. Kjo është ndoshta loja shpirtërore më e famshme në botë. E shitur si lodër në dyqane, e përdorur nga adoleshentët për argëtim, e shfaqur në filma si diçka e zakonshme. Në sipërfaqe është e thjeshtë, një tabelë me shkronja, numra dhe fjalët po dhe jo. Një shiqet e vogël vendoset mbi të. Disa persona vendosin gishtin dhe bëjnë pyetje. Pastaj fillon loja dhe aty nisin problemet. Qindra raporte në botë tregojnë se përgjigjet nuk janë gjithmonë të padëmshme. Disa persona fillojnë të marrin mesazhe personale. Emra njerëzish të panjohur, data që më vonë rezultojnë të vërteta dhe përgjigje që nuk duhet i di askush. Por rreziku më i madh nuk është informacioni, është kontakti. Shumë besime shpirtërore thonë se janë nuk flet me të vdekurit, por me entitete që shtiren si shpirtra njerëzish. Disa njerëz përjetojnë makte të forta, frikë të pashpjegueshme, paralizë qaqumit dhe ndjesi se janë të vëshkuar. Të tjerët raportojnë se pas seancës filluan të ndodhin gjëra të çuditshme në shtëpi. Dyer që hapen vetë, zëra në errësirë, hije që lëvizin pa formë. Problemi i kësaj loje, ti nuk e kontrollon kush vjen. Ti nuk kontrollon kush flet dhe nuk kontrollon kush largohet. Në shumë kultura, ajo quhet thjesht një derë që nuk duhet hapur. Loja pasqyra që nuk tregon gjithmonë fytyrën tënde. Kjo lojë është një nga ritualet më të përhapura mes të rinjve. E thjesht kërkon vetëm një pasqyrë, errësirë totale dhe një emër të thënë 3 herë. Por pasqyrat, sipas shumë besimeve të vjetra, nuk janë thjesht objekte që reflektojnë dritë. Ato konsiderohen porta mes botëve. Në këtë ritual besohet se thirrja e emrit hap një kanal vizual drejt diçkaje që nuk duhet të shihet. Disa njerëz thonë se në pasqyrë pan fytyra të shtrembëruara, sy që nuk i përkesin natyre dhe forma të zbehta që afrohen. Të tjerët përjetuan panik të menjëhershme, rrahje të forta zemre, marramendje dhe dëshirë të fortë për të ikur. Por ajo që i trondit më shumë njerëzit është ndjesia që pas ritualit, pasqyra nuk është thjesht pasqyrë. Ka njerëz që refuzojnë të shikohen më gjatë në të. Të tjerët e mbulojnë atë natën, sepse ndihen sikur diçka i vështron nga ana tjetër. Rituali mes natës. Loja që askush nuk ta dëshiron fjalën fitore. Kjo është një nga lojrat më të errta shpirtërore që ekzistojnë. Qëllimi i saj nuk është të fitosh. Qëllimi është të mbijetosh. Sipas rregullave të ritualit, njeriu fton një entitet të quajtur njeriu i mesnatës. Rituali përfshin izolimin total, errësirë, qiri dhe heshtje. Nëse qiriu fiket, thuhet se entiteti është afër. Dhe ajo që ndodh si pasojë është përjetuar nga qindra njerëz. Hapa që afrohen, zëra që thërrasin emrin tënd, ndjesi që po vështrohesh dhe panik i pakontrollueshëm. Shumë persona ndaluan ritualin në mes. Të tjerët pretenduan se pas tij nuk kishte asgjë më e njëjtë. Disa përjetuan stregullime afagjata gjumi, frikë nga errësira dhe ndjesi se ishin ndjekur. Në këtë lojë nuk ka ndalesë sigurie, nuk ka rifillim, nuk ka garanci se gjithçka do të kthehet si më parë. Loja thirrja e djallit. Kur njerëzit pyesin gjëra që nuk duhet I dëgjohet përgjigjja. Në kultura të ndryshme ekzistojnë rituale që synojnë të thërrasin forca të errta, jo për lojë, por për kërkesa, famë, para, hakmarrje dhe fuqi.
por ato që raportohen pas këtyre ritualeve janë të vlekshme. Ngjarje të pashpjegueshme, fatkeqësi të përsëritura, sëmundje mendore dhe izolim nga njerëzit. Në shumë raste, ata që tentuan këto rituale raportonin se ndjenin një prani të vazhdueshme, një ndjenjë që nuk ikte, një errësirë prapa shpinës, një presion psikologjik që rritej. Nuk është e rëndësishme nëse beson në djallin apo jo. Është e rëndësishme fakti që njerëzit nuk dalin kur fitues nga marrëveshjet me errësirën. Loja pasqyra e errët, ballë për ballë me një version të panjohur të vetes. Në këtë lojë njeriu qëndron në errësirë absolute dhe shikon vetëm fytyrën e vet. Pas disa minutash truri fillon të ndryshojë perceptim. Fytyra duket e huaj, syt duken bosh dhe ndonjëherë shfaqet diçka që nuk është fytyra jote. Disa njerëz raportojnë se pan versione të errta të vetvetes, të tjerë pan figura që nuk ekzistojnë. E disa thonë se ndjenë sikur pasqyra nuk po reflektonte. Ky ritual shfrytëzon frikën më të thellë njerëzore, ballafaqimin me atë që nuk dëshirojmë të shohim në vetvete. Nuk ka rëndësi nëse beson, nuk ka rëndësi nëse dyshon, nuk ka rëndësi nëse mendon se është thjesht psikologji. Ka gjëra që njeriu nuk i kupton, ka porta që nuk janë bërë për të hapur, dhe ka pyetje që nuk kërkojnë përgjigje. Disa eksperienca nuk të bëjnë më të fortë, të thyejnë, dhe disa loja nuk përfundojnë kur ti thua ndal. Nëse je kurioz, le të mbetet kuriozitet. Mos e kthe në peshë që do ta mbash gjithë jetën.